Mirëmbrëma shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema, ndër të tjera sonte do të ndiqni. Mbajtja e seancës konstituive e thirrur nga bloku për të enjtën në pikpyetje. Kosova nuk I përmbushi reformat të kërkuara nga Komisioni Evropian. Ferizaj njihet si njëra ndër komunat me më së shumti kontribut në strehimin e familjeve në nevojë. Kuvendi I Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku I partive LDK, AAK, Nisma dhe Vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do të merë pjesë vetëm në seancën që do të thirret nga kryesuesja Flora Brovina. Andaj në vend të debatit që bloku I partive LDK, AAK, Nisma dhe Vetëvendosje e kërkojnë në kuvend, PDK kërkon që negociatat të zhvillohen paraprakisht. Ndërkohë, grupimi I partive që synojnë të ndërtojnë institucionet e reja pa e përfshirë PDK në postet udhëheqëse, kanë mbledhur 62 nënshkrime duke kërkuar që seanca të thirret për të enjtën. Mirë po aktualisht, Kuvendi I Kosovës nuk ka as kryetar e as kryesi. Komisioni trilateral në të cilin bëjnë pjesë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia, I ka bërë ftesë presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jajaga, të merr pjesë në një forum që do të mbahet në Beograd nga 31 tetor deri më 2 nëntor, me temën Shtetet kandidate të Ballkanit Perëndimor, rruga e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Këshilltari dhe zëdhënësi presidentes Arber Vlahiu e ka konfirmuar marrjen e kësaj ftese të bërë në emër të presidentes së Kosovës. Merret vesh se në takim janë të ftuar kryeministri serb Aleksandar Vučić, si dhe ai I Shqipërisë Edi Rama. Nëse realizohet vizita e presidentes Atifete Jajaga në Serbi, do të ishte e para e një zyrtari të lartë të Republikës së Kosovës e bërë në Beograd pas luftës. Prokuroria për krime lufte e Serbisë në bashkëpunim me njësitin për hetimin e krimeve të luftës të EULEX-it ka informacion për lokalizimin potencial të një vari masiv me viktima civile serbe në fshatin Piskot në Gjakov, që kanë pësuar gjatë luftës së vitit 1998 dhe 1999 në Kosovë, njofton B92 për cjellkoa.net. Theksohet se këto mund të jenë viktima të pjesëtarëve të UÇK-s në kampin Likoc. Me këtë rast, EULEX-i ka urdhëruar zhvarrimin, autopsinë dhe identifikimin e viktimave eventuale. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni disa informacione nga vendi dhe rajoni të përmbledhura në blok. Raporti I progresit I Komisionit Evropian për Kosovën edhe këtë radhë pritet të ketë anën pozitive, sfidat, por edhe ngecjet në përmbushjen e standardeve evropiane dhe lancimit të reformave ligjore e administrative. Me përjashtim të proceseve të suksesshme zgjedhore komunale I qendrore, në fushat tjera Kosova kryesisht ka ngecur në stadin e vitit 2013. Fushat ku Kosova ka mbetur në pikën 0 janë ajo e krimit të organizuar, korrupsionit, reformave ligjore, reformave në administrat. Ngecjet e tilla më pas besohet se do të reflektoj negativisht në procesin e liberalizimit të vizave, sado që integrimi evropian dhe liberalizimi I vizave po zhvillohen si dy procese të ndara, shkruan sot Tribuna. Komisioni Evropian pritet që nga mesi I muajit të publikojë raportet për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kosova do të jetë pjesë e projektit rajonal SECP, I njohur si projekti I bashkëpunimit të Evropës Juglindore, presidencën e të cilës si vjet e kryeson Shqipëria. Tauland Balla, nën kryetari I Komisionit të Integrimit dhe pjesë e delegacionit, tha se Kosova është ndër objektivat më të rëndësishme për Shqipërinë në presidencën e saj të radhës sa I përket SECP. Lidhur me faktin se si e ka pritur Serbia përfshirjen e Kosovës, Tauland Balla tha se ky është një vendim unanim, tashmë I ndërmarrë në samitin e Bukureshtit, ku kryetarët e shteteve të vendeve që janë pjesë e këtij procesi bashkëpunimi ranë dakord që edhe Kosova të ishte pjesë e kësaj nisme. Procesi I bashkëpunimit të Evropës Juglindore, SECP, mbetet forumi më I rëndësishëm politik në Evropën Juglindore, që synon bashkëpunimin për paqen, sigurinë, stabilitetin, zhvillimin ekonomik, politik e shoqëror të të gjitha vendeve të rajonit. SECP përbëhet nga 12 vende anëtare si Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Maqedonia, Moldavia, Malizi, Rumania, Serbia, Slovenia dhe Turqia.
Javoria gjermane Focus ka raportuar të hënën se në ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë është zbuluar një mashtrim masiv me viza, me çrast është përdorur një nivel i lartë profesionalizmi në falsifikim të dokumenteve. Siç raporton kjo magazin, zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë kanë zbuluar raste të shumta të falsifikimeve të dokumenteve, përfshirë këtu edhe ato që kanë të bëjnë me certifikata të njohjes së gjuhës gjermane nga Instituti Goethe, të cilat nevojiten zakonisht për viza për bashkim familjar. Organet gjermane kanë ardhur tek përfundimi që fjala është për falsifikime të një kualiteti të lartë, ka bërë të ditur ambasada e Gjermanisë në Kosovë. Edhe këtë vit është pranuar kërkesa Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit që Kosova të jetë sërish pjesë e ekspozitës ndërkombëtare të artit bashkëkohor në Bienalen e Venedikut. Kjo ngjarje e madhe kulturore do të mbahet nga muaji maj deri në muajin tetor të vitit 2015. Ndërkohë Ministri i Kulturës Memli Krasniqi në ditët në vijim do të marrë vendim për ekipin përfaqësues të Kosovës në këtë ekspozitë. Ky është edicioni 56 i kësaj ekspozite dhe Kosova është pjesëmarrëse për herë të dytë në të. Vonesa në krijimin e institucioneve qendrore të Kosovës, kur po bëhen gati 4 muaj që nga përfundimi i zgjedhjeve të përgjithshme, ka vështirësuar punën në shërbimin diplomatik të Kosovës. Në së paku 5 ambasada të Kosovës në shtete të ndryshme të Evropës për më shumë se 2 muaj nuk janë bërë pagesat për objektet me qira dhe pagat e zyrtarëve që punojnë në këto ambasada, raportojnë mediat. Bëhet fjalë për misione diplomatike në Berlin, Vjenë, Paris, Bern dhe Rom. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka pranuar se në 5 ambasadat nuk janë kryer me kohë pagesat për paga dhe qira. Sipas ministrisë, te kjo situatë është arritur në mungesë të rishikimit të buxhetit të vitit 2014. Rishikimi i buxhetit ndodh në mes të vitit, po për shkak se Kuvendi i Kosovës është jo funksional, një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tani. Aktualisht shuma e kredive të lëshuara nga 10 bankat komerciale në vend është 1.8 miliard euro. Prej tyre 1.2 miliard euro u janë lëshuar ndërmarrjeve, ndërsa 604 milion euro kredi janë lëshuar për ekonomitë familjare, shkruan Tribuna. Këto të fundit sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës për zhvillimet makroekonomike pritet të rriten edhe më tej dhe ky indikator merret edhe si alarm për gjendjen sociale në vend. Por rritja e kreditimit për Bankën Qendrore nuk është një situatë disfavorshme. Në raportin e publikuar, banka vlerëson se rritja më tejshme e kreditimit do të shoqërohet edhe me rritjen e kapaciteteve të ekonomisë familjare për huamarrje, si dhe përkthimin e huas së tyre si pasojë e rritjes së pagave në sektorin publik. Kërkimet për një tjetër varrezë masive ku dyshohet se ka mbetje mërtore të viktimeve shqiptare nga Kosova pritet që të nisin në Batajnic brenda kësaj jave. Burimet më të afërta me procesin i kanë thënë kohës ditore se tashmë Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka lëshuar urdhëresën për nisjen e gërmimeve në këtë lokalitet. Urdhëresa është lëshuar ditë më parë, ndërsa kërkimet në Batajnic sipas planifikimit parashihet të nisin më 9 tetor, nëse ndërkohë nuk ndodh diçka e papritur, ka thënë burimi. Feriza njihet si njëra ndër komunat që më së shumti ka kontribuar në strehimin e familjeve të varfëra. Në ditën botërore të habitatit me moton Zërat në lagjet e varfëra, vlerësohet se misioni i ndihmës është virtyt i ferizajazve në përgjithësi. Vetëm shoqata Fenix në bashkëpunim me donator për 7 vjet ka ndërtuar 158 shtëpi të reja. Feriza njihet si njëra ndër komunat që më së shumti ka kontribuar në strehimin e familjeve të varfëra. Sot në ditën botërore të habitatit, me moton Zërat në lagjet e varfëra, ipen këndvështrimet të njerëzve që kanë kontribuar, kontribuojnë dhe synojnë të vazhdojnë në këtë drejtim. Për kryetarin e komunës së Ferizajt Muharrem Sparçën, misioni ndihmës për skamnorët e sidomos i ndërtimit të shtëpive për ta, njihet si virtyti ferizajazve. Sparça tha se këtë mision nuk e lanë të shuhet donatorët vendor, mërgata, por edhe institucionet e vendit. Unë mendoj që ne do të orientojmë bashkëpunimin edhe participimin me donator nga afaristët e suksesshëm dhe të fuqishëm të komunës së Ferizajt, të cilët për fat janë të shumt dhe të cilët po ashtu kanë një gatishmëri absolute që ta ndihmojnë këtë aktivitet. Unë mendoj që në të ardhmen ne do të duhet që të synojmë, të krijojmë edhe një fondacion cilin do të drejtonin të gjithë së bashku faktorët relevant bashkë me shoqërinë civile, një bord i cili do të ishte konsensual dhe i cili do të punonte shumë në këtë drejtim, për shkak se vetëm me krijimin e këtij fondi ne mendojmë që do të koncentrojmë kapitalin i cili do të destinohet për ndërtimin e shtëpive për të pastrehet. Mendoj që kjo që është dita e habitatit dhe që shënohet
ka arsye shumë që të shënohet Kosovë, sepse nga mënyra të ndryshme janë përfitues të shumt shqiptarët e Kosovës për shkak të burimeve të shumta që kanë pas për zgjidhjen e këtij problemi, jo vetëm nga institucionet, por edhe nga donatorët e shumt. Është këto për të çmuar dhe falenderuar kontributin e pazaventueshëm të Mërgatës shqiptare, cilët pas një procedurë janë gjetur njerëzve në nevojë, si edhe në qytetin e Ferizajt. Kontributin e ferizajasve për ndihmë të pastreve e vlerësoi lart edhe ish-kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu. Ai tha se veç zhvillimi i Ferizajt u bë nga ndihma e njëri tjetrit. Ka pas një dorë të shtrirë, ka pas nevojë për një fshi, ka pas nevojë për diçka që është bashkëjetesë, dhe prandaj edhe sot Ferizaj është i madh dhe do të jetë gjithmonë më i madh, sepse e kemi thënë edhe në raste të tjera ka një shpirt të madh. Dhe pikërisht kjo ditë u kushtohet atyre njerëzve që kanë shpirtin e madh, dhe askujt më shumë në Kosovë nuk i fle se sa qytetarit Ferizajës. Dhe në këtë rast nuk ka mundur të sjellet ndryshe as komuna e as institucionet, përveç se të reflektojnë këtë shpirt të madh të qytetarit të Ferizajës, pra të jenë kompatibil me ata që i kanë zgjedh. Shumë mirë e thot edhe një fjalë e urtë shqipe, një fjalë e urtë popullore që thonë pushka e tërimit dhe dora e xhymertit nuk nalen asnjëherë. Dhe pikërisht kjo ka qenë ajo që na ka përcjellur me vite gjatë angazhimeve tona. Në 7 vitet e fundit, një kontribut të jashtëzakonshëm në strehimin e skamnorëve ka dhënë edhe shoqata Fenix. Kryetari i kësaj shoqate, Milaim Jashari, tregoi se për 7 vjet në Ferizaj dhe më gjerë, me iniciativën e Fenixit u ndërtuan 158 shtëpi. Jashari këtu përmend solidarizimin e donatorëve. Kemi shembull parcela që na kanë ndëruar në Bibaj, emri Aliu. Kemi shembull Eliabin, i cili shembull ka dhënë kontribut shumë të madh, 12 shtëpi me këtë vit i përfundon, dhe kemi shumë shokë të shamirë që na ndihmojnë vullnetarisht, ose në Suvatim, ose në shembull në Rrim, ose në ujë. Ferizaj ka dhënë kontribut se e ka pasë një shoqat është shumë bamirëse, por edhe njerëzit e tyre nuk e keq përdor, dhe për ata dhe kemi një besim shumë të madh te populli, dhe ne jemi krenar që udhëheqim këtë shoqat zbashku me këtë popull, po do i falenderoj edhe televizionet e Ferizajit, të cilat me vërtet kanë dhënë kontribut shumë të madh, se po mos ishin televizionet, ne nuk e dim se çka keni punu, ose populli nuk e din se ku ka quat njerëz. Në rezolutën e 17 dhjetorit të vitit 1985, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi të hënën e parë të tetorit çdo vit ditën botërore e habitatit. Për këtë vit, Kombet e Bashkuara kanë zgjedhur temën Zërat nga lagjet e varfëra. Kampanja për vitin 2014 e ditës botërore të habitatit ka për qëllim të njohë jetën në lagjet e varfëra dhe t'u japin mundësinë edhe banorëve të këtyre lagjeve për përmirësimin e cilësisë së kushteve të jetesës në lagjet e varfëra ekzistuese. Në vendin ton nuk është paraparë ndonjë aktivitet sa i përket kësaj dite, edhe pse ekzistojnë lagjet e varfëra dhe njerëz që banojnë në to. Klubi i basketbollit Kastrioti nga Ferizaj e filloi ters kampionatin e rite të CS Superligës së Kosovës. Në ndeshjen e parë, Ferizajasit humbën në shtëpi të vet nga Trepqa e Mitrovicës. Klubi basketbollit Kastrioti nga Ferizaj e nisi sezonin e ri të garave me një disfat në përballje me Trepqën nga Mitrovica me rezultat 67-84. Sekretari i skuadrës Alberton Zahiti tha se loja që u zhvillua mbrëm në palestrën e sporteve Bill Clinton të Ferizajt ka qenë mjaft e mirë, duke marrë parasysh disa gabime të natyrës teknike nga basketbollistët e këtij klubi që kishin humbur raste për shënim dhe për ndryshim të rezultatit në favor të vendasve. Kundërshtari jonë i shfrytëzoi deri në pikën më të mirë të mundshme, i shfrytëzoi dobësitë tona dhe arriti që të na marr pikë në Ferizaj. Mirë, po do të thotë kjo që është një zhgënjim për ekipën tonë, për skuadrën tonë, se mendojmë se kemi bërë lojë mirë, jemi duke bërë lojë mirë, po që është një ekip kompakt, është një ekip e mirë që shpreson shumë në të ardhmen. Do të thotë është ajo që ne do të thotë nuk morëm pikë, po do të thotë që nuk jemi të mirë në konkurrencë, jemi goxha të mirë të konkurrencë, kemi ekip mirë dhe besojmë që lojë tjera edhe shikues tonë, edhe gjithë ata që na kanë përgjuar nuk do të zhgënjejmë, do të ketë rezultate shumë të mira për
Kastriotin këtë rast. Saiti u shpreh se lojtarët e Kastriotit nuk ishin të koordinuar mirë, por ai shpreson se ata do t'i përmirësojnë këto gabime shumë shpejt dhe se në lojrat e radhës fitoria do të jetë e padiskutueshme. Është një fakt i gjallë se do të lypet më shumë loja, kërkohet më shumë lojë të ketë që të jenë sa më të forta. Dim që ka qenë loja e parë e tyre në gjithë së bashku, nuk e kanë njohur shumë njërin tjetrin për arsye se ne kemi bën disa përvocime të ndryshme që nuk kanë mujt me arrit me njohur njërin tjetrin lojë të ndryshme, nuk kanë zhvilluar lojë miqësore tjera me skuadra tjera për me komponu më mirë ekipën. Besojmë që kjo ka qenë loja e parë do të tyne me një ekip profesionale, tash duhet të pritet që të luhet pak më ndryshe, pak më mirë, edhe besojmë që do të ketë rezultate shumë pozitive për Kastriotin. Kjo ndeshje u zhvillua në kuadër të javës së parë të kampionatit ETC Superliga e Kosovës. Ndeshjen e radhës Kastrioti do ta zhvillojë në Suarek kundër ekipit Golden Eagle Ylli. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicionet tjera.